Për shumë vite politika kosovare ka prodhuar atë që mund të quhet metaforikisht si logjika e kafeneve të rakis, marrëveshje informale, pazare politike dhe vendime që lindin nga tavolina kafeneshe jo në institucione. Kjo kulturë e politikës së improvizuar krijoi një elitë që e trajtonte shtetin si vazhdim të rrjeteve shoqërore dhe klienteliste. Në këtë kuptim, ardhja në pushtet e Kurtit u perceptua nga shumë kush si një pikpyetje për ta kthyer këtë kulturë politike dhe për ta zhvendosur vendimarrjen nga pazari informal në procedura institucionale. Megjithatë, paradoksi sot është që kjo përpjekje prodhon një opozitë të fragmentuar dhe shpesh reaktive, e cila ende operon me logjikën e vjetër të kafeve të rakis, ku politika ndërtohet më shumë mbi reagimin dhe inatin sesa mbi strategjinë për shtetin. Një lloj rrëmuje që është bërë logjik institucionale. Sot Albin Kurti po i bën një nder të madh Republikës së Kosovës, duke i çmontuar barraket e vjetra të logjikës refuzuese të shtetit nga opozita e sotme. Ky nder që po u bën qytetarëve do të reflektohet në vitet në vijim, sepse kjo mund të nxjisë lindjen e një mendimi më racional, bashkë me këtë edhe lindjen e partive të reja politike. Logjika politike e Vjosa Osmanit, ruajtja e pozitës me çdo kusht. Figura e Vjosa Osmanit për një kohë të gjatë është ndërtuar mbi narrativën e reformës dhe integritetit institucional. Kemi parë fjalime të bukura, elegancë në mendime, ngjyra të bukura të veshjeve dhe buzëqeshje dhe shtrëngime duarsh. Kuptohet edhe rezultatet konkrete, disa njohje ndërkombëtare, takime me rëndësi e tjerë, por kriza e fundit politike ka ngritur pyetjen, nëse ruajtja e pozitës presidenciale është ndërruar në prioritet politik për Vjosa Osmanin dhe njerëzit rreth saj. Duket se Vjosa Osmani i ka hyrë vetja në qef, me gjase shtyr nga luksi i pushtetit dhe njerëzve përreth. Ajo u përqendrua më shumë tek vlerësimi i vetes sesa tek interesi i shtetit dhe qytetarëve. Ajo do ta ruajë pushtetin e vet, edhe duke interpretuar kushtetutën me nervozizëm, sepse nuk pranon të mos jetë presidente. Siç duket, Osmani e pa veten në pasqyrë dhe i kushtoi rëndësi më shumë vetes sesa qytetarit. E në politik, nuk lejohet që veten ta ngresh mbi shtetin dhe pushtetin ta ruash vetëm për vete. Pushtetin ta jep dhe ta merr populli. Këtu Vjosa e kaloi ylberin, sepse nuk e pati forcën që ta ruante gjykimin e drejtë në momentet kritike. Kritikët argumentojnë se interpretimi i kushtetutës është bërë në mënyrë elastike për të ruajtur ekuilibrin politik dhe pozitën institucionale, duke reflektuar kështu një dimension të fortë egocentrik që del në pa në këtë krizë. Kushtetuta u shkel nga presidentja Vjosa Osmani dhe kjo e kthen siç duket në ringun politik, drejtën e opozit, presidenten pas prillit, gjë që do të dinamizojë skenën politike të Kosovës. Lideri i LDK-s Abdi Xhiku gjendet në një situatë vështirë politike, pas një periudhe të gjatë të dominimit të LDK-s në politikën kosovare. Partia duket se po përballet me një krizë identiteti dhe strategjie. Abdi Xhiku, i cili pas humbjes katastrofale dhe dorëheqjes formale u ringrit me 51% në LDK, me shumë pikpyetje, tash është i gatshëm të bëjë gjithçka për të arritur në pushtet. Kjo mund të çojë drejt aleancave me Vjosa Osmanin dhe të tjerët, për të siguruar pozicionin dhe ndikimin politik të humbur në parti e në qytetari. Shumë kush e interpreton këtë strategji si një përpjekje për mbijetesë politike, në një skenë ku elektorati është vendosur dhe ku opozita tradicionale po humbet terren, por LDK shkon drejt përmbylljes si ide, pa rrugovën, pas pavarësisë. Kjo parti s'ka perspektivë, as ide, as vizion. Pas cikleve të fundit zgjedhore, PDK po përballet me një krizë të dukshme të identitetit politik dhe ideor. Partia që për vite të tëra ndërtoi profilin e saj mbi narrativën e luftës dhe shtetformimit, sot ndodhet në një moment pa qartësie strategjike. Leadershipi i Bedri Hamzës shihet edhe nga analistët si i dobësuar nga zhvillimet e fundit politike, si humbja në zgjedhjet nacionale dhe goditja personale politike në Mitrovic. Në këtë kontekst, mosmbështetja Andin Hotit, djalit të mendimtarit politik profesorit Ukshin Hoti, është interpretuar si një sinjal i krizës së orientimit ideor brenda partisë, sepse trashëgimia Ukshin Hotit, politika si projekt filozofik, strategjik dhe emancipues, shpesh merret si pikë reference për të matur nivelin e politikës shqiptare sot. Anashkalimi i kësaj tradite nga Hamza me një gjuhë titiste na e krijon perceptimin se politika e tij po largohet nga dimensioni intelektual dhe po rikthehet në format e vjetra të organizimit politik e inateve të pakuptimta. Ajo që do të ndodhë është se lëvizja vetvendosje do të ruaj leadershipin, do ta ulë në nivelin më të ulët numerikisht opozitën refuzuese të kushtetutës dhe institucioneve. Nervozia e opozitës që i refuzon institucione do ta fundosë edhe më shumë këtë mundësi. Liderët aktual të opozitës po futen në ciklin e ri të dështimit dhe rrugës pa kokë. VV-ja do ta forcojë shtetin dhe institucionet, pasi mbi krizat që po kalon Kosova, nuk mund të qëndrojë Kosova pa ndryshime pozitive në mendësi, veprime dhe ide për një shtet të qëndrueshëm dhe jo të kapur, që VV e artikulon praktikisht. Kjo krizë po stabilizohet nga ideja e VV-s që askush mos të refuzojë gjithçka dhe që funksionimi dhe zhvillimi i Republikës së Kosovës të vijojë normalisht në institucione, jo në kafenet e rakis që merren vendimet. Vetvendosje po i bën një nder Kosovës, duke hapur rrugën për një brez të përgjegjshëm politik.
Logjika e kafeneve të rakis po bie. Kurti e njeh këtë logjik mirë dhe pikërisht e ka sjell opozitën në një gjendje të dehur dhe pa asnjë logjik.